miq, do të flasim për protestën në Tiranë, qendresën në Shesh, deri në dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, i cili nga ana tjetër vazhdon të mendojë se mandatin do ta përfundojë duke mos lëkundur, siç thot ai nga Instikami, deri në 2029. Ditët e fundit, pas protestës së madhe të diasporës së shtunës, kryeministri akuzoi se në fakt nuk kishte diaspora sipas tij, por qytetarë shqiptar nga Prishtina dhe Tetova që kanë ardhur për të trazuar situatën e cilën e cilësoi si një çorp, por la jashtë saj Albin Kurtin. Megjithatë, për këtë kishim një përgjigje nga vetvendosja, nga Enver Dugolli, përfaqësuesi i saj, i cili tha që mbështetja ka qenë personale, pra nuk ka pas kanë qenë thjesht individ, jo struktura, dhe i kërkoi kryeministrit që të flasë me njerëzit vetë në Tiranë për të mos akuzuar më tej. Po për të folur për situatën në Shqipëri dhe ndikimin e saj edhe në rajon tek trevat tona, kush ka të drejtë në këtë rast, kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me profesorin zotin Sadria Mabaja. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, profesor. Profesor, kush po ushqen gjithë këtë dhe a ka arsye Kosova që të vijë të protestojë në Tiranë? Protestën e ka përgatitur dhe po ushqen në mënyrën më të jashtëzakonshme vetë kryeministri shqiptar Edi Rama. E para duke tjetërsuar Shqipërinë deri në përmasat e makabritetit, duke varfëruar shqiptarin dhe duke detyruar të marrë rrugët e botës, sistemi politik i mbrapsht, i inauguruar për 36 vjet dhe i selitur nga çdo dy forcat politike, respektisht nga i gjithë establishmenti politik, që për një arsye ose tjetër mund thuhet që ka dështuar në tërësi dhe natyrisht vetëdia e zgjuar nacionale e qytetarëve shqiptar me tekste atyre që e kanë shijuar demokracinë perëndimore duke qenë mërgjimtar në gjitha shtetet e Evropës, por edhe dashuria e zgjuar për Shqipërinë, për ta bërë një Shqipëri të re, një Shqipëri tjetër nga ajo që e duan dhe po e selisin oligarkët bashkë me Edi Ramën. Por pavarësisht asaj që ju thoni dështimit apo edhe dashurisë për Shqipërinë, a kanë të drejtë shqiptarët edhe nga trevat për të ardhur për të protestuar? Individualisht po, kanë të drejtë, edhe qytetarët shqiptar kudo të ndodhen, edhe të krahinave që mbeten jashtë kufive të Shqipërisë politike në 1912-13. Natyrisht edhe në UÇK kishim oficer të përgatitur në Akademinë Ushtarake të Shqipërisë, edhe vullnetar, ishin jashtëzakonisht mirë të ardhur, madje të domosdoshëm, pa të cilët UÇK-ja nuk do ta kishte suksesin që e pati. Sa jemi në një situatë që mund ta krahasoni edhe me luftën? Jo, nuk dua ta krahasoj me luftën, por dua ta potencoj faktin se jemi një trup dhe kjo ndarje në shqiptar nga Maqedonia, nga Kosova, nga Kalabria, nga Shkodra, nga Saranda, mund t'i shkojnë ndonjë katëndarje të pashkolluar, po jo një kryeministri. Ne jemi një kombë dhe sigurisht që ne na dhem kur në Sarand nuk shkojnë punët mirë, ne na dhem kur në Bradashesh, në Besian, në malet e Gollakut tim nuk është diçka në rregull, duhet na dhëmbin shumë atje edhe kur në Vërmosh nuk është diçka mirë, apo në Tetov e Kumanov. Pra jemi një në këtë pikpamje dhe brengën e qytetarëve për rrjedhat e gjendjes në Shqipëri nuk mund ta stopojë askush individualisht. Është mirë që politikisht në mënyrë të organizuar nuk ka pasur dhe besoj që nuk do të ketë. Por a mundet që edhe antarët e kësaj strukture të lëvizin pa urdhrin e kryetarit, liderit suprem, sikur e ka cilësuar një nga analistët në Kosovë? Shiko, lideri suprem e analizojnë analistat pro-Jugoslav. Ata që Edi Rama, atyre të cilëve Edi Rama ja u ka hapur dyert e televizioneve në Shqipëri, madje i ka bërë dhe këshilltar vetë. Secili qytetar vendos për veten vetë. Dhe secili mund të marrë pjesë edhe në protestë, siç e thash, por sigurisht që problemin duhet shikuar në esencë ai që është.
mund të kenë ardhur disa dhjetra, disa qindra qytetarë shqiptar nga Prishtina, nga Tetova, por në sheshet e Tiranës janë me mira. Madje është protesta më e madhe në historinë moderne të shtetit shqiptar. Pra, le t'i lënë këto pralla Edi Rama dhe le t'mirret me problemin, esencën, le t'jap dorëheqje, nuk bie dielli në tokë dhe Shqipëria bën edhe pa Edi Rama. Profesor, a kanë të drejtë qytetarët shqiptar të Kosovës që ndoshta të protestojnë në Tiranë, por përsëlljen e kryeministrit në raport me Kosovën në këto 4 mandate? Pra, mund të ishte kjo një arsye legjitime? Shikoni, problemi është esencial politik. Edi Rama nuk e ka kryer detyrën e tij si kryeministër i Republikës Shqipërisë, i kësaj Shqipërie politike, ashtu siç e kanë pritur qytetarët. Dhe